duhet të them që programi ka një tavan për 2 milion euro, që është një shumë e konsiderueshme, dhe do të ketë të gjithë mbështetjen tonë dhe të gjithë vëmendjen tonë në mënyrë sistematike. Për këtë arsye ne do të ngremë një task force, e cila do të jetë përbërë nga përfaqësues të qeverisë, të UNDP-s, edhe të shoqatës së bankave. Kryetari i shoqatës, për shembull, do ishte shumë i mirëpritur të ishte pjesë e kësaj task force, për të analizuar në mënyrë periodike rezultatet dhe për të parë ku programi ka nevojë për ndërhyrje dhe ku ngec, dhe për të parë pastaj se për cilën bank duhet t'i drejtohemi guvernatorit që të përdori shkopin, sepse ka rrotën e di vetë dhe përdor rregullisht në banka. E fundi që kam është që shifrat janë të gjitha shumë pozitive, por shifrat në këtë kohë dhe në këtë fazë të zhvillimit tonë ka një problem shumë të madh. Shifrat sa më pozitive të jenë, aq më shumë i acarojnë njerëzit. Sa më shumë, sa herë të përsërisësh që ekonomia është rritur në mënyrë të qëndrueshme me mesatarisht 4%, që është diçka vërtet shumë e mirë, do të prodhosh pension dhe acarim. Sa herë të thuash që bizneset janë shtuar, do përballesh vetëm me të kundërtën e efektit që bën një lajm i mirë. Tani, unë për veten time kam krijuar bindjen që kjo është një shenjë shumë, domethënëse, e një faze të re të zhvillimit ku kemi hyrë. Kjo nuk është një shenjë e një shoqërie që nuk e kupton progresin apo nuk e sheh progresin. Por është një shenjë shoqërie që do shumë më tepër progres, e do shumë më shpejt, mundësisht sot, dhe nuk do t'ja di se nga vjen. Ky program është shumë i rëndësishëm si edhe në aspektin psikologjik për sipërmarrjen. Njerëzit meritojnë të kenë mundësi të reja për të sprovuar veten e tyre dhe për të bërë sukses më shumë dhe më shpejt. Dhe natyrisht që këto mundësi të reja nuk kanë asnjë arsye pse mos i kërkojnë nga qeveria. Do t'ju them sipërmarrësve që ne jemi gati të shkojmë deri në 1 miliard euro mbështetje.